Tirana kthehet sot në kryeqendrën e Europës pasi mirëpret samitin e komunitetit politik që sjell në kryeqytetin shqiptar lider evropian, përfshirë president, kryeministra dhe institucione si Bashkimi Evropian, NATO dhe OSBE. Samiti i 6 i komunitetit politik evropian zhvillon punimet në Tiranë në logon Europa e re në një botë të re, duke shënuar takimin e tij për herë të parë në Ballkanin Perëndimor me pjesëmarrjen e liderëve kryesisht shtetesh dhe qeverish nga 47 vende europiane së bashku me drejtuesit e institucioneve kryesore europiane dhe ndërkombëtare. Mikpritësi i samitit, kryeministri Edi Rama zhvillon gjatë ditës takime dypalshe me personalitete pjesëmarrëse në mjediset e dedikuara, duke nisur me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, më pas me kryeministrin e Spanjës Pedro Sanchez, presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, princin sovran të Monakos Albertin II, kancelarin e Austrisë Christian Stocker, presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, kryeministren e Italisë Giorgia Meloni, presidentin e Kipros Nikos Christodoulides, kryeministrin e Holandës Dick Schoof, kryeministrin e Belgjikës Bart De Wever, si dhe mirëpret me takime duarsh të gjithë liderët e ftuar në samit. Rama ka ndar pamjet nga sheshi Skënderbej mëngjesin e kësaj të premte, ku dhe zhvillohet samiti, ndërsa shkruan se me shtëpinë e Europës krijuar me vizatimet e fëmijëve të Shqipërisë, sot ka zbritur e gjithë Europa e ku mban syt e gjithë bota.